profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot ruhuni nga zjarri i xhehenemit, qoftë edhe duke dhënë një gjysmë hurme. Walau bi shiqqi tamra. Një hurmë arabie kemi parasysh se ato kokë. Pra na hiku thjesht nga sasia ose nga një nevojë e caktuar. Pra na mëson që të jemi nga ata që japin. Përpiqesh që të ruhesh nga zjarri i xhehenemit duke bërë një mirësi të tillë dhe duke dhënë edhe qoftë një gjysmë hurme. Dhe në fakt nuk thuhet që duhet t'ia japësh një fukaraj ose një të pasuri. Ore të mësohesh në radhë parë me idenë e të dhënit që t'japësh. T'japësh një gjysmë hurme. Sasia e vogël, por se dëshira është ajo që vlerësohet tek Allahu xhaleshanu që e quajmë neve niyeti. Kurse për sa i përket pjesës të mirësive dhe të atyre sadakave që njeriu mund të bëjë për hatër të Zotit, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "Walau an talqa akhaka biwajhin hasan." Domethënë, sadaka konsiderohet edhe kur i paraqitesh vllait tënd me një fytyrë të buzëqeshur. Buzëqeshën fytyrën tënde konsiderohet sadaka, nuk është se i bëri ndonjë gjë të madhe, po thjesht fakti që ai shikon me sytë e ty një fytyrë që buzëqesh, edhe gëzohet kur e shikon atë, ndihet mirë dhe ai, edhe kjo vetë është sadaka, kështu që dimensioni i sadakas dhe i mirësisë është shumë i madh se sa thjesht dhënia një nevojtari.